të vendit të origjinës. Elektoral të diasporës që kreu ndaj atyre dhe vendit dhe për rikthim në drejtë në dokumentimin. E këtij procesi, manipulimit të këtij procesi. Të zarfim dorë ty. Përshëndetje. Po më dërguan në email një adres, e të kanë do vishë nga ora 9 dhe në orën 2, nuk e dhja ku ishe, po më dërguan sa në Mesogjo. Edhe unë isha në punë në të ore dhe s'mundet të dhja të Amerikë. E mora telefon, më thanë, e mora telefon, edhe më thanë që ka ikur zarfi që këtej. E mora dje. Ku ka shkuar? Ku ka shkuar? Nuk digje. Po bje numër telefon gje, digje, ik të këteli. Vajte të këteli ku ishe registruar, aty poshtë. Edhe më thanë që atje do vesh, pra. Sot isha gjela pa punë, Kastile, për të vajtur atje. Vajta në mëgjes, më thanë, këtes ka ikur zarfi, kanë që të shtunë e parë. Po ku të vete unë, nuk digje. Mora telefoni shok, më tha mua ik patision. Vajte patision, atje i thash kështu janë filani. Ku mu ta kem unë, se i thash isha në reja, me së gjion. Edhe më tha, dere të fute vinë qikë fonë. Këtë babab, më dërgoj këtu një gjizi afrijes, të kjo pap. Ajo s'ka lidhje fare me këtë... Luaj dhe fatë. Të rikje me prezarfa. Erda këtu, me mora, Dorëzore, o nesër pas pesi. Pastaj, ku e di unë se do përfundojnë në dorë të sakt kjo zarfim. Lali ti ka dhe numër telefonit? I kam dhenë email, numër telefonit, adres, të gjitha. Mojnë telefon njeri? Jo. Faleminderit. Pas shumë për tjetër, është e morën. Ku e more për e ti? E morën në kjenër u pati, kjenër u varije. Lore fati, ja? Lore fati. Po si vajta ati, du? Më ne ndroj kjenër të referirë të kartë, faktikisht unë e falleroj ata, faktikisht, konstatohet që është një gabim shumë i madh. Se kjo zatë, po? Nuk ka të drejtë të vejnë në për qendra të tjera si Sheshopati, që janë qendra, për mua janë qendra korupcion. Njerë që luajnë në më thënë lojra fatë. Po? Edhe unë u habita se si, dhe i falleroj shumë këtë të kadeles që të qendrës, që më gjetën në adresës, faktikisht është bërë një gabim në adresë, edhe thuhet, se unë s'po e tregoj. Po, nesër? Se është do të thënë adresa ime, po unë e kam deklaruar 3032. Tu më kam bërë 130, 132 dhe filan adresë. Ti kishe dhe telefon apo? Kisha telefon. Po si mbas te... Më morën asnjë. Po mirë, si mbas te ku duhet të ishte ky zarfi? Ku mund ta merr? Ky zarfi duhet të ishte, do të them në shtëpinë time. Duhet të merrni në telefon. Për të dhënë adresën e saktë? Po, adresën e saktë. Unë kam numër telefoni, kam kod, kam email, i kam të gjitha. Këtë i ke dhënë ti kur regjistrove? I ke dhënë. Edhe më bërë një gabim, edhe tash ky gabim është paguar, tash ky gabim paguat në këto qendra të... Po. Sa larg shtëpisë ishte kjo? Ajo është 500 metra larg shtëpisë tjetër. 500 metra. Edhe tash kjo zak, vjen më pak, ose se i thejme në Shqipë. Lori dhe fatit, rëvërit të fatit. Kishte zarfe... Faktikisht,
Kam thirrur policinë aty. Pse? E thirra policinë se ju pojtë pa drejtë, domethënë që gjendet një zarf shtetëror, Po? Ky zarf vjen në shtet tjetër, edhe ka një si thoni, si të themi në Një marrëveshje. që kjo fakel, ose si po themi me kjo zarf, Pse s'u bën një përpjekje që një ka në telefon. Zoti Perikli. Zarfi gjendet këtu. Qa bërë me policinë ti? Se kënë e intereson. Faktikisht i bëra denoncim. Denoncim. Që zarfi jo? Zarfi? Jo, se gjendet e ju. Dhe ata dhe personua më du të marrin branë e thashtu mua nuk më merë do t'i prabeta. Unë zarfën e kam këtu, e mora, e kam këtu, ky zarf këtu në këtë objektin këtu është palish. Pra, qa adrese ka kjo? Qa adrese është kjo Lora të fatit? Që more zarfin ti? Nuk të kuptoj se... Adresa ku e more zarfin, si është? Po, adresa është Megalopolios, Amfias, 7, Gjezi, Opak. është marrë zarfi juaj. Kishe zarfet të tjera, ha? Kishe zarfet të tjera? Kishe shumë zarfe të tjera. Qena të Bigjosi, Dhe, nësa kuptoj unë, atje... janë përdorë gjërësisht pra, adres. Bigjosh Gjiri, atë ke lojnë Bigjosh atje, ku rem të zarfat, edhe shpezoj rasin, dhe kujtojnë se do kalojnë atë ky modepo, se ky modepo kalon do të në. Këto ishin si që pat me dishpitar një proces fundë krye i kontroluar dhe i manipuluar. Merë këte. Pyetje. Zoti Berisha, kam dy pyetje. Pyetja e parë, në fjalën tuaj ju deklaruat se qytetarët shqiptar, ata që janë diasporë dhe këta në Shqipëri duhet bëhen gati për të përballur me betejë kundër qeverisë. Ju tashmë jeni i bindur se do të nisni valën e protestave, çfarë do të ndodh pas denoncimeve për farsën elektorale? Pyetja e parë. Pa asnjë ndyshje, do nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në botë. Por, kjo është faza e dokumentimit, e verifikimit të gjithë farsës elektorale që ka ndodhur në Shqipëri, me votën shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. Dhe kjo vazhdon sepse, si që shifni, dy rrethe, do i paraqesim këtu, janë kontrolluar në Shqipëri për ligjshmërinë e procesit dhe në tërësi konstatohen manipulime, përçudnira, fakte që te kalojnë dhe imagjinatat njerëzore. Pra ne po bëjmë këtë verifikim, nuk është i thjeshtë, sepse është mjaft edhe i komplikuar, por dhe kohë konsumues. Kontrolli videove është më hektik
se sa kontrolli i fletëve të votimit, kontrolli i kutive të votimit ka tjerë. Pra, ky është një proces të cilët ne do i shkojmë gjërë në fund, për të faktuar se Edi Rama kur, se si Edi Rama instaloi farsë elektorale në Shqipëri, dhe sa s'ka fituar kur zgjedhjet. Ata që besojnë se Edi Rama ka fituar zgjedhjet në këtë farsë, ata ose janë njerëz që s'kan minimum në kulturë ligjore elektorale dhe nuk dinë ç'është farsa, ose pastaj janë njerëz në shërbim të tij. Unë nuk mund të them se çfarë janë. Natyrisht, ka një propagandë të papërmbajtur për të mundur me spostue, për të spostue vëmendjen nga kjo punë e jashtëzakonshme që po bëhet nga ne për dokumentimin e farsës. Ka argumenta nga më banalet që as njerëz me IQ stër minimale nuk do ja lërin vetes t'i përdorin. Mirë po paraja, pagesat, interesat kriminale i bëjnë që ata të nxjerrin çdo lloj pseudo-argumenti, pseudo-banaliteti, se nëse ti mund të flasish për zgjedhje, kur shef se çfarë është bërë me votën e mbi 300.000 shqiptarëve, që janë një seksion i këtyre zgjedhjeve, kur konstaton se sa gjërësisht është përdorur treni bullgar, po marr vetëm këtë. Unë po i lë të gjitha, sepse kultura elektorale ligjore, çdo njeriu që ka besën e saj, e detyron të mos pranoj përzgjedhje po farsë të gjitha ato procese në të cilat qeveria jep në kundërshtim me ligjin gjysmë miliard euro prokurime, në të cilat qeveria jep 100 euro për 48% të votuesve shpërblim në mes fushatës elektorale, në të cilat qeveria përdor 10 mijëra punoj si operator politik elektoral, në të cilat qeveria përdor të gjithë potencialin e saj logjistik në zgjedhje, në të cilat qeveria përdor fal 200 milion euro 2 ditë para zgjedhjeve, në të cilat qeveria dekreton mbjelljen e një sipërfaqe 140 herë më të madhe se sa lejon ligji me kanabis, vetëm për zgjedhjet. Pra, për ato që kanë minimumin e kulturës ligjore elektorale apo që njohin ABC-n e parimeve universale të zgjedhjeve janë të mjaftueshme për të kuptuar që kjo është një farsë elektorale. Por, e kam thënë dhe them, vota vdiq pa hyrë në kuti, dhe megjithatë, ditën e zgjedhjeve, në procedurën e zgjedhjeve, qeveria ka shtrit duart e veta të zeza për ta bërë këtë farsë më të thellën, më të shëmtuarën që ka ndodhur ndonjëherë. Zoti Berisha, ju ditën e djeshme në përfundim të konferencës suaj paralajmëruat se ende nuk po denonconi materiale që gjenden në laptopin që i ka rënë në dorë opozitës. Tani unë dua t'u pyes, ky laptop i përket eksponentit të lartë Partisë Socialiste, personit lidhur me botën e krimit, apo ndonjë antarit Partisë Socialiste i cili ka qenë pjesë e shtabeve elektorale të Partisë Socialiste? Laptopi i përket Partisë së Krimit. Natyrisht është vepër e Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe atyre të cilët
ndërtuan dhe një rrjet monstruoz në kundërshtim me parimet ndërkombëtare për farsën elektorale. Zoti Berisha, ndërsa flisni për protesta qytetare, cili do të jetë sipas jush roli i deputetëve në parlament në legjislaturën e re parlamentare? Mbrojtja, lufta me të gjitha mjetet që shqiptarët votojnë të lirë. Ka vetëm një objekt tani. Shqiptarët duhet votojnë të lirë. Opozit të vërtet pari kthye vot në lirë, vendi nuk mund të ketë. Nuk mund të jetë opozitë e vërtet ajo e cila pajtohet me këtë situatë. Kur? Kur? Sepse ajo shtrohet, ajo futet si satelit në një orbit dhe është një opozitë e pa vlerë. Ndaj edhe opozita do mobilizojë të gjithë potencialet e saj të rikthej shqiptarëve vot në lirë. Kjo është e gjitha. Pra nuk është opsion bojkoti i parlamentit? Çdo opsion është në tavolin, por në tërësi betejë në çdo front është opsioni më i pëlqyer. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ditën e djeshme është publikuar lajmi se SPA ka kontrolluar shtëpinë apo bizneset e një prej personave që ju keni atakuar më së shumti, pra ndër personat më të atakuar Ergjys Agasi. Si shikoni këto veprime të prokurisë posaçme? Karamele, flucka, të hedhura për të mbrojtur Ergjys Agasin dhe Edi Ramën. Çfarë qëndron aty, Osman? 2 makina që troplint kishin parkuar në oborrin e Ergjys Agasit, shkoi policia dhe i mori në një kohë kur troplinve, që ta dini ju, kartelit troplin, nuk i është prekur asnjë e 10-ta, asnjë e 20-ta e prenorisë tyre të ekonomistë të ngritur mbi drogën dhe krimin. Shashkat mos i pranoni, ju lutem. A e di kush e hapi lajmin, Osman? A e di në cili është autori i lajmit? Gysi vetë. Autori i lajmit ta mësojnë shqiptarët është vetë Ergysi. Ergysi, të themun ty, i tha një kolegu tënë gazetar. Tani, po edhe ju bënë investigime, edhe unë bëjnë investigime. Ajo duke jo. Ergysi vetë. Dhe një pyetje e fundit. Partia Socialiste ka nisur akademinë politike për të trajnuar deputetët rishtas që do të hyjnë për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë në shtator. Nëse ju do të kishit mundësinë për të qenë lektor për 1 orë, cila do të ishte tema që do doni të referonit përpara tyre? Me deputet të partisë krimit, kisha vetëm një fjalë. Nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartel të drogës dhe krimin në Shqipëri, ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund t'jenë ata, s'ka ata përfaqësori, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma i mirë të vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se
ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha. Ata e thash në fjalën e parë që mbajta, ata aty në parlament vjen thuaja Elvis Doçi, Xhevdet Troplini, Fatmir Troplini, vin pojat, vin karteli i drogës Troplin. Në parlament vin karteli i drogës Gjushit, Shqopës e tjere me radhë. Në parlament vjen karteli i heroinës dhe i kokainës Elbasanit, Suel Çela me lejtnantët e vetë. Pra vin baron të drogës. Kjo është e vërtet e parlamentit që vjen. Faleminderit.